Milioneri ishte në një mbledhje të rëndësishme kur nisi t'i binte celulari. Në anën tjetër të linjës, e bija, me zërin që i dridhej, kërkonte ndihmë nga errësira. Ishte pikërisht në atë çast që ai e kuptoi se diçka e tmerrshme po ndodhte mu para syve të gjithëve. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Arben Gashi e mësoi që në moshë të re se bota nuk i fal lëkundjet. Djali i një tregtari të vogël nga fshatrat e Korçës, ai u rrit duke parë të atin të punonte nga mëngjesi në darkë për të mbajtur familjen në këmbë. Kur ishte 17 vjeç, i premtoi vetes se fëmijët e tij nuk do ta njihnin kur ankthin e faturave të prapambetura apo ëndrave të shtyra për mungesë parash. Dhe e mbajti këtë premtim, të paktën në aspektin financiar. Në moshën 42 vjeçare, Arbeni ishte një nga emrat më të respektuar në tregun financiar shqiptar. Kompania e tij e investimeve, me seli në një ndërtesë të veshur me xham në zonën e Bllokut në Tiranë, lëvizte miliona çdo muaj. Ai shfaqej në kopertinat e revistave të specializuara, jepte leksione mbi sipërmarrjen dhe përmendej si shembull i atij që ja doli me forcën e punës dhe disiplinës. Kostumi italian pa asnjë rrudh, orët zvicerane, apartamenti pranë liçenit artificial, gjithçka thërriste sukses. Por pas atij burri që zotëronte grafikët dhe tabelat me saktësinë e një kirurgu, fshihej një zemër që rrihte me faj. Martesa me Elirën zgjati 8 vjet, por vetëm në letra. Në praktik, marrëdhënia kishte filluar të shkrihej shumë më herët. Elira ishte psikologe, kishte punuar për vite me radhë në klinikën e saj private, por kur u martua me Arbenin, dalëngadalë u bindë se nuk kishte më nevojë të lodhej. Ai fitonte mjaftueshëm për të dy, ndaj pse të mos çlodhej pak. Elira pranoi, fillimisht me lehtësim, pastaj me shqetësim. Të linte punën do të thoshte të linte pas edhe një pjesë të vetes, për të cilën asgjë e dinte se ishte kaq e rëndësishme. Kur lindi Besa, Elira mendoi se gjithçka do të merrte kuptim sërish. Të ishte nën do të ishte qëllimi i saj i ri. Por Arbeni ishte gjithnjë e më shumë larg, gjithmonë duke udhëtuar, gjithmonë në mbledhje që zgjasnin net të tëra, gjithmonë me një telefonat urgjente që ndërpriste momentet e pakta familjare. Bisedat mes çiftit ishin reduktuar në mesazhe të shpejta në aplikacion dhe depozita bujare në llogarinë bankare. Elira filloi të ndihej e vetmuar edhe pse ishte e martuar dhe zhgënjimi po shndërrohej në mëri. Besa ishte 3 vjeç kur martesa më në fund mori fund. Ishte një ndarje e tensionuar, plot akuza të heshtura. Elira donte të provonte se mund të kujdesej për të bien vetëm, se nuk i duheshin paratë e tij për të qenë një nënë e mirë. Arbeni, nga ana tjetër, mbrojej duke thënë se punonte kaq shumë pikërisht për të siguruar të ardhmen e vajzës. Asnjëri prej tyre nuk kishte plotësisht të drejtë dhe asnjëri nuk ishte plotësisht gabim. Por ishte Elira ajo që fitoi kujdestarin pothuajse të plotë të Besës, me argumentin se fëmia kishte nevojë për stabilitet dhe rutinë, gjëra që ati, me agjendën e tij kaotike, nuk mund t'i ofronte. Vendimi gjyqësor i dha Arbenit vetëm fundjavat e alternuara dhe një pjesë të pushimeve shkollore. Arbeni e pranoi humbjen ligjore sepse nuk dinte të luftonte ndryshe. Në gjykatën e tabelave dhe bizneseve, ai ishte i pamposhtur. Në gjykatën e jetës familjare, ndihej një i huaj i plodh. Përpiqej të kompensonte mungesat me dhurata të shtrenjta, lodra të importuara, udhëtime në resorte që Besa Mezi i shijonte sepse gjithkohës pyeste për të ëmën. Ai mendonte se po sillej si një baba i mirë duke siguruar që vajzës së tij të mos i mungonte asgjë. Nuk e kuptonte ende se ajo që i nevojitej vërtet ishte prania, shikimi në sy, përqafimi kur zgjohej e trembur në mes të natës. Elira, nga ana e saj, dalëngadalë po zhytej në një përzierje vetmie dhe mërie. Të kujdeseshe vetëm për një fëmijë 3 vjeçar ishte shumë më raskapitse nga sa e kishte imagjinuar. Pa rutinën e punës, pa identitetin profesional që kishte ndërtuar, ajo ndihej e humbur. Filloi të pyeste veten nëse kishte bërë zgjedhjen e duhur duke hequr dorë nga karriera. Shikonte Besën dhe ndjente dashuri, por edhe lodhje, zhgënjim, një dëshirë të vazhdueshme për të pasur një minutë vetëm për vete. Dhe sa më e raskapitur ndihej, aq më fajtore ndihej që nuk ishte e lumtur me amësinë ashtu siç thoshin revistat se duhej të ishte. Ishte në këtë gjendje shpirtërore që Elira mori vendimin të punësonte një dado. Besa sapo kishte mbushur 4 vjeç dhe Elira kishte nevojë për ndihmë, kishte nevojë të merrte frymë, kishte nevojë për dikë që të merrej me rutinën ndërsa ajo përpiqej të riorganizonte jetën e saj.
Gruaja që u paraqit për intervistë quhej Drita. Ishte rreth të 50-tave, me flokë të thinjur të mbledhur topuz, me një pamje serioze por të sjellshme. Thoshte se kishte përvojë me fëmijë të vështirë, se dinte të vendoste kufi, se besonte në një edukim të rrept por të drejtë. Elira, tepër e lodhur për të bërë pyetje, e punsoi Dritën pothuajse brenda javës. Në fillim, gjithçka dukej se funksiononte mirë. Besa ishte një fëmijë i gëzuar, llafazane, plot energji. I pëlqente të vizatonte, të shpikte histori, të bënte pyetje për gjithçka. Kur Arbeni e merrte për fundjavë, ajo vinte me vrap, i përqafonte këmbët me forcë, i tregonte pa pushim për ditët në kopsht, për shokët e shoqet, për vizatimet që kishte bërë. Por dalë nga dalë, diçka filloi të ndryshonte. Arbeni e vuri re fillimisht në detajet e vogla. Besa kthehej nga ditët me të ëmën më e heshtur, më e tërhequr. Kur ai hapte derën e apartamentit, ajo nuk vraponte më për ta përqafuar. Hynte ngadalë, duke parë përreth sikur po kontrollonte diçka. Filloi të bënte pyetje të çuditshme, si për shembull nëse dera e dhomës së tij kishte çelës, nëse ai do ta mbyllte derën nëse ajo vonohej shumë në tualet, nëse duhej ta hante gjithë ushqimin nga pjata përndryshe do të dënohej. Arbenit i dukej e gjithë kjo shumë e çuditshme, por kur pyeste Elirën, ajo nervozohej. Thoshte se ai po e egzageronte, se fëmia kishte qenë gjithmonë dramatike, se po përpiqej ta manipulonte për të qëndruar më gjatë me të atin. Njëherë, Besa u zgjua në mes të natës duke bërtitur. Arbeni vrapoi në dhomën e saj dhe e gjeti vajzën të mbledhur kruspull në krevat, duke u dridhur, duke thënë se kishte parë në ëndër sikur ishte mbyllur në një vend të errët dhe nuk dilte dot. Ai e mori në krah, e qetësoi si mundi, por imazhi i së bijës aq të frikësuar i mbeti në mendje. Diçka nuk shkonte, dhe ai e dinte këtë. Vetëm se nuk e dinte saktësisht se çfarë. Ishte një mëngjes të premteje, gjatë një kafeje të shpejt para se ta çonte Besën përsëri në shtëpinë e së ëmës, që Arbeni mori një vendim. Shikoi të bien duke ngrënë krep ngadalë, me syt ngulur te pjata, dhe ndiu një shtrëngim në gjoks. Pasi e la në shkollë, nuk u kthye direkt në zyrë. Shkoi në një dyqan elektronikesh në qendrën tregtare Tege dhe bleu një celular me parapagesë, nga ata të thjeshtët, me butona të mëdhenj dhe një funksion thirrjeje të shpejtë të konfiguruar tashmë për numrin e tij. Atë natë, kur Besa flinte në dhomën e miqve në apartamentin e tij, Arbeni hyri, ndezi abazhurin dhe u gjunjëzua pranë krevatit. Besa, me syt ende përgjumësh, e shikoi të atin pa kuptuar. Arbeni i kapi dorën e vogël dhe i shpjegoi me një qetësi që as vetë nuk e dinte nga i vinte. I tha se ai celular ishte një sekret mes tyre, një sekret i rëndësishëm. Se ajo duhej ta mbante në çantën e shpinës, të fshehur mirë, dhe ta përdorte vetëm nëse do të kishte shumë frikë, nëse do të ndodhte diçka shumë serioze dhe do të kishte nevojë të fliste me babin. Besa, edhe pse vetëm 4 vjeç, dukej se e kuptoi seriozitetin e situatës. Tundi kokën ngadalë, mori celularin dhe e futi brenda çantës roz me një brirësh, mes fletoreve të vizatimit dhe kutisë së lapsave me ngjyra. Arbeni nuk dinte ta shpjegonte pse e bëri këtë. Ndoshta ishte instinkt. Ndoshta ishte imazhi i maktheve, i shikimit të frikësuar, i pyetjeve për dyert e mbyllura. Ose ndoshta ishte thjesht hera e parë, pas një kohe të gjatë, që ai po i kushtonte vërtet vëmendje së bijës, duke parë përtej sipërfaqes dhe duke kuptuar atë që ajo nuk mund ta thoshte me fjalë. Të hënën pasardhëse, Besa u kthye në rutinën e saj në shtëpinë e së ëmës. Arbeni u kthye në rutinën e zyrës, i zhytur në mbledhje dhe strategji, duke u përpjekur të mos mendonte shumë për celularin e fshehur në çantën e së bijës. Duke u përpjekur të besonte se kishte qenë thjesht paranoj, se gjithçka ishte në rregull, se Elira nuk do të lejonte kurrë që diçka e keqe t'i ndodhte Besës. Por thellë, në vendin më të heshtur të ndërgjegjes së tij, kishte një shqetësim që nuk donte të pushonte. Ditët u zvarritën. Arbeni zhytej në punë si gjithmonë, por tani mbante me vete celularin e punës dhe një tjetër, atë me parapagesë që ja kishte dhënë Besës, gjithmonë në xhepin e brendshëm të xhaketës. E kontrollonte çdo orë, duke shpresuar të mos shihte asnjë telefonat, duke shpresuar që e gjithë kjo të kishte qenë një egzagerim. Rutina e tregut financiar vazhdonte e pamëshirshme, prezantime për investitorët, analiza risku, bashkime kompanish, vendime që lëviznin pasuri të tëra. Dhe Arbeni, i cili gjithmonë kishte qenë në gjendje të merrte vendime milionëshe pa ju dridhur qerpiku, tani e gjente veten të shpërqendruar, duke parë celularin që nuk binte.
Elira, në anën tjetër të qytetit, vazhdonte të përpiqej të balanconte lodhjen e të qenit nën beqare me dëshirën për të rimarrë pak nga jeta që kishte më parë. Drita kujdesej për besën pjesën më të madhe të ditës dhe Elira përpiqej të binte veten se kishte marrë vendimin e duhur. Por kishte momente, veçanërisht natën, kur shikonte të bien duke fjetur dhe ndjente një shqetësim që nuk dinte ta emërtonte. Besa ishte më e heshtur, më e bindur, pothuajse në mënyrë të frikshme e sjellshme. Ku ishte ajo vajza llafazane, plot pyetje, që hynte me vrap nëpër shtëpi? Elira i largonte këto mendime, duke i thënë vetes se ishte vetëm një fazë, se fëmijët ndryshojnë, se Drita po bënte një punë të mirë duke i mësuar kufi. Por fëmijët nuk ndryshojnë kështu, jo brenda natës, jo pa arsye. Dhe kufit nuk duhet të shoqërohen me frikë. Besa po mësonte të sillej, por po mësonte në mënyrën më të keqe të mundshme, përmes terrorit të qenit e ndëshkuar, e mbyllur, e lënë vetëm në errësirë derisa të mësonte të mos bënte më rëmuj, të mos bënte pyetje, të bindej pa menduar. Dhe askush, as Elira, as Arbeni, nuk e kishte ende idenë e plotë se çfarë po ndodhte vërtet në atë shtëpi. Ishte një e martë e zakonshme prilli kur gjithçka ndryshoi. Vjeshta në Tiranë zakonisht është e butë, me mëngjese të freskëta dhe pasdite ende me diell. Arbeni ishte në zyrë që herët, duke përgatitur një prezantim vendimtar për një bashkim kompanish që po negocioi prej muajsh. Ishte lloji i marrëveshjes që do të përcaktonte vitin e ardhshëm të kompanisë, ndoshta 5 vitet e ardhshme. Salla e mbledhjeve ishte plot, avokat, konsulent, drejtor të kompanive të tjera, të gjithë me dosje të hapura, grafik të projektuara në mur, kafe që ftoheshin mbi tryezën e xhamë. Arbeni drejtonte mbledhjen me saktësinë e zakonshme, duke shpjeguar parashikimet, duke ju përgjigjur pyetjeve, duke bindur investitorët skeptik. Ishte në mes të një fjalie për kthimin e investimit kur e dëgjoi. Një zile e mbytur që vinte nga brenda çantës së lëkurës që ishte në dy sheme, pranë karriges. Nuk ishte zilja e punës që e njihnin të gjithë. Ishte një tingull tjetër, më i thjeshtë, më këmbëngulës. Arbeni e ndërpreu fjalinë në mes, kërkoi leje dhe mori çantën. Njerëzit përreth e shikuan të habitur ndërsa ai nxori nga brenda celularin me parapagesë, atë që ishte gjithmonë aty, por që ai lutej të mos binte kurrë. Ekrani tregonte një telefonat në hyrje. Ai u përgjigj pa u menduar, pa u shqetësuar për shikimet përreth, për mbledhjen e ndërprerë, për milionat në lojë. Nga ana tjetër e linjës nuk erdhi një zë i qartë, nuk erdhi një alo, nuk erdhi të folurit e artikuluar të një fëmije 4 vjeçar. Erdhi vetëm e qartë, dënese të ndërprera, një përpjekje e madhe për të marrë frymë mes lotëve. Besa më në fund arriti të fliste, zëri i dilte në copa të thyera. Babi, ajo më mbylli, kam frikë, është errësirë, nuk dal dot. Zëri i dridhej, mbytej nga e qara. Arbeni ndjeu se bota ndaloi. Rreth tryezës drejtuesit prisnin të paduruar, por ai as nuk i shite më. Dëgjonte vetëm atë zë të vogël, të dëshpëruar, që kërkonte ndihmë nga ana tjetër e qytetit. I kërkoi së bijes të qëndronte në linjë, të mos e mbyllte, se babi po vinte ta merrte. Besa dëneste, duke përsëritur se kishte frikë, se teto Drita i kishte thënë se do të dilte vetëm kur të pushonte së bëri naze. Arbeni e mbylli, u ngrit nga karrigia me aq forcë sa ajo gati u përmbys. Shikoi sallën plot me njerëz të rëndësishëm, kontratat që vlenin miliona, karrierën që e kishte ndërtuar tull pas tulle. Dhe zgjodhi. Pa shpjegime, pa justifikime, thjesht tha se duhej të largohej, se ishte një urgjencë, se do ta zgjidhnin më vonë. Disa u përpoqën të argumentonin, të flisnin për rëndësinë e asaj mbledhjeje, por Arbeni tashmë po kalonte derën, tashmë ishte në korridor, tashmë po i telefononte shoferit, atij burri të besuar që e shoqëronte prej vitesh. Një ish truproi që ishte bërë pothuajse mik. Rruga deri në apartamentin e Elirës, në zonën e komunës së Parisit, nuk ju duk kur kaq e gjallë. Trafiku i Tiranës konspironte kundër çdo sekonde. Arbeni shikonte nga dritarja e makinës, qyteti kalonte me lëvizje të ngadaltë, dhe gjithçka që mund të mendonte ishte zëri i së bijes, ajo e qartë që dukej se nuk kishte fund. U përpoq t'i telefononte Elirës, por ajo nuk përgjigjej. Provoi përsëri. Asgjë. I dërgoi mesazhe, secili më i dëshpëruar se tjetri. Heshtje. Kur më në fund arritën te pallati, Arbeni zbriti nga makina para se ajo të ndalonte plotësisht. Vrapoi te citofonia, i ra ziles së apartamentit të Elirës disa herë. Askush nuk përgjigjej.
Këmbënguli derisa një fqinj i bezdisur hapi portën për të dalë. Arbeni nuk u mendua 2 herë, hyri bashkë me të. Shoferi vinte me një herë pas. Unë gjitën shkallëve, sepse të prisnin ashensorin duke një përjetësi e pamundur për t'u duruar. Në korridorin e katit të 10, tashmë mund të dëgjoj një e qarë fëmije e mbytur këmbëngulse. Dhe zhurma e një televizori me volum të lartë, sikur dikush po përpiqej të mbulonte atë që ndodhte në anën tjetër të derës. Arbeni trokiti në derë, thiri emrin e Elirës, të Besës. Asgjë. Trokiti më fort. Fqinjet filluan të hapnin dyert, kureshtar të shqetësuar. Një zonjë e moshuar përshpëriti se kishte dëgjuar të qara edhe herë të tjera, por kishte frikë të përzihej. Me ndihmën e shoferit dhe 2 fqinjeve, Arbeni e detyroi derën të hapej. Brava lëshoj, dera u hap me një kërcitje. Apartamenti mbante erë neglizhence. Dhoma e ndenjes ishte rëmuj, gota të pista në divan, mbetje ushimesh të porositura të shpërndara, perde të mbyllura edhe pse ishte mesditë. Televizori bërtiste një program argëtues, volumi aq i lartë sa dukej se donte të fshinte çdo zhurmë tjetër. Drita ishte ulur në divan me celularin në dorë. E shikoi me përbuzje, u përpoq të thoshte se ai nuk kishte të drejtë të hynte me dhunë, se do të thërriste policinë. Por Arbeni as nuk e dëgjoi. Kaloi përmes dhomës me vrap, kontrolloi dhomat e gjumit, tualetin. E qara vinte nga një vend që ai as nuk e dinte se ekzistonte, një derë e vogël në fund të korridorit. Ishte e mbyllur nga jashtë me një shul të thjeshtë metalik. Me duar që i dridheshin, hapi shulin dhe tërhoqi derën. Besa ishte mbledhur kruspull në dyshemen e një dhome të vockël dhe pa dritare, me gjas një qilar i vjetër. Hapësira nuk duhet të ishte më shumë se 2 metra katror, e errët e mbytur me erë myku. Vajza kishte fytyrën të kuqe dhe të enjtur nga të qarat, rrobat të zhubrosura, e kapur fort pas arushit të saj pellush. Kur pa të atin, ju deshën disa sekonda për ta përpunuar me sytë e turbullt nga lotët. Dhe pastaj u hodh në krahët e tij. Arbeni e mori në krah dhe ndjeu trupin e vogël që dridhej. Besa u kap fort pas qafës së të atit, duke përsëritur mes dënesave se nuk do të bënte më rëmuj, se do të sillej mirë, se do të bindej pa pyetur, nëse ai i premtonte se nuk do ta linte më aty. Ai u përpoq ta qetësonte, duke i thënë se gjithçka ishte në rregull tani, se babi kishte ardhur. Por Besa ishte përtej çdo ngushëllimi të shpejtë. Trupi i saj dridhej me forcën e dikujt që kishte kaluar orë të tëra në atë gjendje paniku të pastër. Nga korridori, drita vazhdonte me fjalimin e saj të përgatitur, se ishte vetëm një dënim, se vajza ishte ellastuar, se duhej të mësonte kufit, se nëna që do, edhe ndëshkon. Flishte sikur të mbyllje një fëmijë 4 vjeçar në një biruc të errët ishte krejtësisht e pranueshme. Arbeni e shikoi me neveri dhe mosbesim. Si e kishte lejuar Elira të ndodhte kjo? Elira ende nuk ishte shfaqur. Arbeni i telefonoi përsëri. Këtë herë ajo u përgjigj me zë të irrituar. Kur ai i tha se ishte në apartamentin e saj, se kishte thyer derën, se e kishte gjetur Besën të mbyllur në një dhomë të errët, Elira nuk shfaqi tronditje. Shfaqi zemërim. Zemërim me të që i kishte hyrë në shtëpi, që po bënte skandal. Tha se po kthehej nga parukeria, se do të arrinte për 20 minuta, dhe se ai bënte mirë të kishte një shpjegim shumë të mirë. Arbeni e mbylli pa u përgjigjur. Shikoi Besën, e cila kishte pushuar së qari, por vazhdonte të dridhej, me sytë ngulur te dera e dhomës, sikur kishte frikë se mund të mbyllej përsëri. Shikoi dritën që kishte kryqëzuar krahët. Shikoi fqinjet që vëzhgonin nga dera. Dhe mori një vendim. Nuk do të priste të vinte Elira. Nuk do të qëndronte aty duke argumentuar. Do ta çonte Besën në spital, do të kërkonte ta ekzaminonin, do të dokumentonte gjithçka. Sepse nëse kishte një gjë që vitet në tregun financiar ja kishin mësuar Arbenit, ishte se fjalët mund të kundërshtohen, por dokumentet nuk gënjejnë. Dhe ai kishte nevojë për prova. Doli nga apartamenti me Besën në krah, pa kthyer kokën pas. Shoferi hapi derën e makinës dhe Arbeni hyri me të bien ende të kapur pas tij. Gjatë rrugës për në spital, Besa dalëngadal pushoi së dridhuri. Mbështeti kokën në shpatullën e të atit dhe i përshpëriti një pyetje që Arbeni nuk do ta harronte kurrë. Babi, do të më çosh përsëri atje?
Zëri ishte aq i vogël, aq plot frikë, sa që ati ju desh të bënte një përpjekje mbinjerëzore për të mos lënë lotët e tij të binin. E shtrëngoi të bien pas gjoksit dhe i premtoi, me gjithë sigurinë që mundi të mblidhte, se jo, se kur më, se nga ajo ditë e tutje askush nuk do t'i bënte më keq. Ishte një premtim i madh, ndoshta tepër i madh për një njeri që kishte kaluar vite duke dështuar. Por ishte një premtim që Arbeni ishte i gatshëm ta përmbushte, edhe nëse për këtë do t'i duhej të përballej me gjykata, ish bashkëshorte, sisteme juridike të ngadalta. Sepse për herë të parë në jetë, Arben Gashi kishte qartësi absolute mbi prioritetet e tij. Dhe në krye të asaj liste, mbi bashkimet milionëshe dhe kopertinat e revistave, ishte vajza 4 vjeçare që dridhej në krahët e tij. Qendra spitalore universitare Nën Teresa Qsut, një nga më të njohurat në kryeqytet, kishte një sektor të urgjencës pediatrike që funksiononte 24 orë. Arbeni hyri duke mbajtur besën, e cila refuzonte të ndahej prej tij qoftë edhe për një sekondë. Infermieret, të mësuara me çdo lloj urgjence, i njohan menjëherë shenjat e një fëmie në gjendje stresi të madh emocional. Vajza dridhej, shmangte kontaktin me sy me të huajt, përshpëriste kërkesa faljeje sa herë që dikush i afrohej, sikur kishte frikë se do ta qortonin për çdo gjë. Pediatria e turnit ishte një grua rreth të 50-tave, me flokë të mbledhur bisht, me një shikim të vëmendshëm dhe të butë. Quhej doktoresha Anila dhe kishte parë shumë fëmijë gjatë karrierës së saj, por rrallëherë një aq të frikësuar sa ajo vajzë e vogël 4 vjeçare që nuk e lëshonte të atin as për t'u ekzaminuar. Anila i kërkoi Arbenit të qëndronte pranë barelës gjatë gjithë ekzaminimit, duke kuptuar se çdo përpjekje për t'i ndarë vetëm do ta përkeqësonte situatën. Ndërsa bisedonte butësisht me Besën, duke i bërë pyetje të thjeshta për Arushin Pellush dhe filmin e saj të preferuar vizatimor, Anila po bënte ekzaminimin fizik. Dhe ajo që gjeti ishte përtej asaj që Arbeni imagjinonte. Besa ishte e dehidratuar, me gjas sepse kishte qarë për orë të tëra dhe nuk kishte pasur ujë. Kishte mavjosje të vogla në krah dhe këmbë, në forma që nuk përputheshin me rrëzimet natyrale të një fëmije. Thonjt i kishte ngrënë deri në gjak, shenje e ankthit kronik. Dhe më shqetësuesja, vajza shfaqte shenja të mbajtjes së urinës, sepse kishte zhvilluar frikën për të kërkuar të shkonte në tualet. Anila kërkoi praninë e psikologes së fëmijëve të spitalit, një vajzë e re e quajtur Valbona, e specializuar në raste traume. Valbona erdhi duke sjell letër dhe lapsa me ngjyra, instrumente bazike por të fuqishme për të kuptuar botën e brendshme të një fëmije që ende nuk kishte fjalor të plot emocional. Me durim, ajo fitoi besimin e Besës, fillimisht vetëm duke qëndruar pranë, pastaj duke i ofruar një fletë letre dhe më në fund duke i kërkuar vajzës të vizatonte shtëpinë e saj. Ajo që vizatoi Besa u angriu gjakun të gjithëve që e pan. Një shtëpi me një derë të zezë, gjigante, jo proporcionale me pjesën tjetër të vizatimit. Një figurë e vogël brenda një katrori të mbyllur, me vija të kuqe përreth, që Valbona e interpretoi si përfaqësim të frikës ose dhimbjes. Dhe jashtë katrorit, një figurë e madhe në kafe të errët që vajza e identifikoi thjesht si Teto Drita. Kur Valbona e pyeti se ku ishte mami në vizatim, Besa u hutua për një moment, pastaj tregoi një cep bosh të fletës dhe tha se mami ishte jashtë, gjithmonë ishte jashtë. Valbona bisedoi me Arbenin privatisht, larg Besës. I shpjegoi se shenjat ishin në përputhje me abuzim emocional të zgjatur dhe neglizhencë. Modeli i dënimeve, izolimi i detyruar, ndëshkimi jo proporcional, gjithçka tregonte se ky nuk ishte një episod i izoluar, por një rutinë që po ndodhte prej disa kohësh. Fëmia shfaqte simptoma të ankthit të rënd, frikë nga figurat e autoritetit dhe një sjellje hipervigjilence tipike e fëmijëve që jetojnë në mjedise ku nuk dinë çfarë të presin. Arbeni i dëgjoi të gjitha këto duke u ndjerë sikur dikush po i shtrëngonte gjoksin. Si nuk e kishte vënë re më parë? Si e kishte lënë të arrinte deri në këtë pikë? Pyetjet e torturonin, por Valbona ishte e sjellshme kur i tha se shumë prindër nuk e vënë re sepse fëmijët e vegjël priren ta normalizojnë atë që jetojnë, mendojnë se kështu është për të gjithë. Dhe të rriturit manipulues si Dadoja janë specialistë në fshehjen e abuzimeve dhe në bërjen e tyre të duken sikur thjesht po tregohen të rrept me edukimin. Ndërkohë, jashtë spitalit po tregohej një histori tjetër. Elira kishte mbërritur në apartament dhe kishte gjetur derën e thyrë, fqinjet duke thashethemuar në korridor, dritën në panik duke u përpjekur të shpjegonte se çfarë kishte ndodhur. Në vend që të vraponte në spital për të parë se si ishte e bija, Elira bëri një zgjedhje tjetër.
I telefonoi një avokati të njohur për mbrojtjen e kauzave polemike, një njeri që adhuronte vëmendjen e medias dhe që e pa në atë situatë një mundësi të përsosur. Brenda pak orësh, historia ishte shtrembëruar në rrjetet sociale. Elira prezantohej si një nën beqare që luftonte për të rritur të bien vetëm, ndërsa ish burri i pasur dhe kontrollues nuk pranonte se kishte humbur kujdestarinë. Faqet sensacionale të lajmeve e adhuruan narrativën, drejtuesi i suksesshëm hyn me dhunë në shtëpinë e ish gruas, rrëmben vajzën me forcë, akuzon nënën për neglizhencë. Foto të vjetra të Arbenit në intervista, gjithmonë me kostum, me shikim serioz, u nxorën nga arkivat dhe u modifikuan për t'u dukur kërcënuese. Titujt bërtisnin se ai ishte një baba obsesiv, i paaftë për të pranuar kufi. Disa media arritën të insinuonin se ai po e përdorte të bien si një mjet manipulimi në një mosmarrëveshje egoje. Komentet në rrjetet sociale u shumë fishuan, shumica duke besuar versionin e Elirës. Në fund të fundit, ajo ishte nëna, gruaja, pala më e dobët në dinamikën e divorcit. Arbeni ishte biznesmeni i suksesshëm, ai që me siguri kishte përdorur parat për të blerë avokat të shtrenjtë. Ishte e lehtë të besoj se ai po egzageronte një situatë normale vetëm për të dëmtuar ish gruan. Arbeni e mori vesh këtë vetëm kur avokati i tij, avokat Artani, një burr i matur që e shoqëronte prej vitesh në çështje korporative, i telefonoi alarmuar. I tregoi titujt, videot që po bëheshin virale, komentet plot urrëtie. Arbeni i shikoi të gjitha këto dhe ndiu një përzierje zemërimi dhe pafuqie. Për herë të parë në jetë, nuk mund të zgjidhte një krizë me një mbledhje, me një strategji tregu, me shifra dhe parashikime. Po përballej me opinionin publik, me emocione kolektive, me paragjykime të rrënjosura për burrat që kërkojnë kujdestarinë e fëmijëve të tyre. Avokat Artani ishte i drejtë për drejtë, duhej të vepronin shpejt. Seanca në gjykatën familjare do të ishte brenda 72 orëve, dhe gjyqtari mund të urdhëronte fare mirë që besat i kthehej së ëmës ndërsa hetimet vazhdonin. Sepse në sistemin juridik shqiptar, nëna gjithmonë ka përparësi fillestare, përveç se nëse ka prova shumë konkrete dhe të pakundërshtueshme se fëmia është në rrezik real. Dhe provat subjektive, si vizatimet e fëmijëve dhe rrëfimet emocionale, mund të kundërshtoheshin lehtësisht nga mbrojtja e Elirës. Arbeni shikoi nga dritarja e spitalit duke parë natën që binte mbi Tiranë. Aty brenda, besa më në fund kishte fjetur, e raskapitur nga të qarat, ende duke i mbajtur dorën edhe në gjumë. Pediatria e kishte shtruar vajzën për vëzhgim, më shumë për të siguruar që ajo të qëndronte në një mjedis të sigurt sesa për nevojë mjekësore të menjëhershme. Dhe në atë dhomë të heshtur, të ndriçuar vetëm nga drita e zbethë e korridorit, Arbeni mori vendimin më të rëndësishëm të jetës së tij. Do të luftonte. Do të mblidhte çdo copë prove, çdo dëshmitar, çdo dokument që provonte atë që kishte ndodhur. Nuk do të lejonte që versioni i shtrembëruar i medias të bëhej e vërteta zyrtare. Nuk do të lejonte që besa të kthehej në atë apartament, në atë dhomë të errët, te ajo dado që mendonte se fëmijët edukohen me frikë. Në orët në vijim, avokat Artani solli një regjistrues. Arbeni dha dëshminë e tij të detajuar, duke treguar çdo vëzhgim që kishte bërë javët e fundit, çdo ndryshim në sjelljen e besës, çdo makt që ajo kishte pasur, çdo pyetje të çuditshme për dyert e mbyllura. Regjistroi gjithashtu telefonatën për ndihmë, atë audio që kishte mbetur e regjistruar në celularin me parapagesë. Zëri i besës duke qarë, duke kërkuar ndihmë, duke thënë se ishte e mbyllur, ishte prova më e fuqishme që ai kishte. Por avokat Artani e paralajmëroi, një audio e vetme mund të vijej në dyshim. Mbrojtja e Elirës mund të pretendonte se ishte nxjerrë nga konteksti, se fëmia thjesht po bënte dramë, se fëmijët e vegjël i egzagerojnë situatat normale. Atyre u duhej më shumë. U duheshin dëshmitarë që konfirmonin një model sjelljeje. U duheshin raporte mjekësore që dokumentonin shenjat në trupin e vajzës. U duheshin rrëfime nga njerëz që kishin parë ose dëgjuar diçka të çuditshme. Atëherë ishte shoferi i Arbenit, Zoti Petrit, një burr 60 vjeçar që e shoqëronte prej më shumë se një dekade, që ofroi ndihmë. Zoti Petrit njihte njerëz, kishte kontakte në vende të ndryshme. Më e rëndësishmja, ai kishte një ndjenjë të fortë drejtësie dhe ishte sinqerisht i tronditur nga ajo që kishte parë në atë apartament. Së bashku, filluan të gjurmonin hapat e dritës, duke kërkuar se ku kishte punuar më parë, nëse kishte raste të tjera të ngjashme. Pista e parë erdhi nga një e njohur e vjetër e Zotit Petrit, një grua që punonte si pastruese në disa pallate të zonës.
Ajo e mbante mend dritën, tha se Dadoja kishte punuar për një familje në zonën e 21 vjetorit rreth 2 vjet më parë. Familja kishte një vajzë të vogël në atë kohë dhe nëna e kishte pushuar dritën pa pritur, pa dhënë shpjegime. Arritën të gjenin kontaktin e nënës përmes të njohurve dhe kur Arbeni i telefonoi duke u identifikuar dhe duke shpjeguar situatën, pati një heshtje të gjatë nga ana tjetër e linjës. Gruaja, e cila u identifikua si Teuta, filloi të qante. Tha se mbante një faj të madh që nuk e kishte denoncuar dritën në atë kohë. Tregoi se e bija, atëherë 3 vjeçe, kishte filluar të shite makthe, të urinonte në krevat, të kishte panik nga të qëndruarit vetëm. Teuta kishte ardhur në shtëpi më herët një ditë dhe e kishte gjetur të bijën të mbyllur në tualet, duke qarë, ndërsa drita shite televizor në dhomën e ndenjes. Kur e konfrontoi, Dadoja kishte dhënë të njëjtat justifikime, se vajza duhej të mësonte, se ishte vetëm një dënim, se nënat moderne ishin tepër të dobëta. Teuta e pushoi dritën në vend, por nuk e denoncoi sepse kishte frikë nga komplikimet, nga proceset gjyqësore, nga hakmarrja e Dados. Tani, duke ditur se një fëmijë tjetër kishte vuajtur në duart e së njëjtës grua, Teuta ofroi të jepte dëshmi, të tregonte gjithçka që kishte parë. Ajo ishte tulla e parë. Në ditët në vijim, u shfaqën të tjera. Një fqinj i pallatit ku banonte Elira, i turpëruar, pranoi se kishte dëgjuar të qara fëmijë nga apartamenti disa herë, veçanërisht gjatë pasdites. Një mësuese e kopshtit të Besës tha se vajza kishte ndryshuar shumë në semestrin e fundit, ishte bërë më e heshtur, më e tërhequr, kishte pushuar së marri pjesë në lojra. Një mjek që e kishte vizituar Besën në një konsult rutin muaj më parë, kujtoi se ishin dukur të çuditshme disa mavijosje, por kur pyeti, Dadoja që e shoqëronte i tha se vajza ishte shumë e pakujdesshme. Çdo rrëfim, çdo dokument, çdo dëshmitar po ndërtonte një mozaik që zbulonte një realitet që askush nuk donte ta shite. Sepse është më e lehtë të besosh se gjithçka është në rregull, se ajo Dadoja serioze dhe fetare thjesht po edukon me reptësi, se ajo nëna beqare po bën më të mirën që mundet. Është më e vështirë të përballesh me të vërtetën e pakëndshme, se abuzimet ndodhin brenda shtëpive të zakonshme, nga njerëz që duken normal, nën sytë e fqinjëve që preferojnë të mos përzihen. Ndërkohë, Elira mbante narrativën e viktimës. Jepte intervista duke qarë për faqet e thashethemeve, fliste se sa e vështirë ishte të ishe nën beqare, se si ish burri po përdorte paratë dhe pushtetin për ta larguar nga jeta e së bijës. Drita, e udhëzuar nga avokati i Elirës, mbante fjalimin se ishte thjesht një profesioniste serioze që besonte në edukimin tradicional. Thoshin se mbyllja e vajzës në dhomë kishte zgjatur vetëm 10 minuta, jo orët që Besa rrëfente. Se mavijosjet ishin nga lojrat normale të fëmijëve. Se gjithçka ishte një keqkuptim i madh i zmadhuar nga një baba që nuk pranonte se kishte humbur kujdestarinë. Nëse do të ishit në vendin e Arbenit duke u përballur me një betejë gjyqësore kundër opinionit publik dhe një sistemi që duket se favorizon gjithmonë nënën, do të kishit hequr dorë apo do të kishit vazhduar të luftonit? Na tregoni në komente. Presioni ishte i pamas. Gazetarët i telefononin direkt Arbenit duke kërkuar deklarata, duke kërkuar versionin e tij të historisë. Por avokat Artani e këshilloi të heshte. Gjithçka që do të thuaj do të përdorej kundër tyre. Gjykata nuk impresionoi nga titujt e gazetave, por nga provat. Dhe ishte te kjo që duhej të përqendroheshin. Natën para seancës, Arbeni nuk arriti të flinte. Qëndroi në koltukun pranë krevatit të spitalit ku flinte Besa, duke vëzhguar frymëmarrjen e saj, ndonjëherë të parregullt kur fillonte një makth. Sa herë që ajo lëvizte e trembur, ai i kapte dorën e vogël dhe i përshpëriste se gjithçka ishte në rregull, se babi ishte aty. Avokat Artani erdhi në agim duke sjell kafe dhe dokumente të organizuara. Ishte një njeri metodik, por pranoi se ky rast ishte ndryshe. Nuk bëhej fjalë për kontrata, por për një fëmijë që meritonte të mbrohej. Rishikuan gjithçka, raportin mjekësor të doktoresh Anilës që detajonte çdo shenjë në trupin e Besës. Raportin psikologjik të Valbonës që shpjegonte traumën. Audion e telefonatës për ndihmë. Dëshmit e dëshmitarëve. Fotografitë e dhomës ku u gjet Besa. Çdo dokument ishte i vërtetë, por avokat Artani paralajmëronte, mbrojtja do të përpiqej të zhvlerësonte gjithçka. Do të thoshin se Arbeni kishte paguar dëshmitarët, se kishte manipuluar të bijën, se mjekët kishin egzageruar. Opinioni publik ishte kundër tij dhe gjyqtarët gjithashtu janë njerëz.
Arbeni e pyeti se cila ishte mundësia reale për të fituar. Avokat Artani ishte i sinqert, 50%. Ndoshta më pak. Sistemi favorizonte nënat, veçanërisht kundër baballarëve të munguar. Dhe Arbeni e kishte këtë histori. Elira dinte ta përdorte këtë. Do të pikturonin një portret të një njeriu që kur nuk ishte kujdesur për të bien derisa kuptoi se po humbiste kontrollin. Por kishte diçka në favor të tyre, e vërteta. Dhe e vërteta, kur dokumentohet mirë, ka peshë. Sfida ishte ta bënin gjyqtarin të shite përtej sipërfaqes. Kur lindi dielli, Besa u zgjua. Pa të atin aty dhe një buzëqeshje e vogël ju shfaq. Ishte buzëqeshja e parë e sinqert prej javësh. Hëngrën mëngjes së bashku në kafenen e spitalit dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Arbeni nuk kontrolloi celularin e punës, nuk mendoi për mbledhjet e humbura. Ishte plotësisht i pranishëm, duke dëgjuar të bien të tregonte për vizatimin që kishte bërë, për Arushin që tani kishte një emër të ri. Arbeni më në fund kuptoi se çfarë kishte humbur gjatë gjithë atyre viteve. Nuk ishin momentet e mëdha, udhëtimet e shtrenjta. Ishin këto gjëra të vogla, mëngjesi së bashku, bisedat për asgjë, prania e thjeshtë. Kur erdhi ora për në gjykat, doktoresh Anila autorizoi daljen e përkohshme të Besës, me kushtin që ajo të kthehej më pas, pavarësisht rezultatit. Arbeni veshi kostumin e thjeshtë që i kishte sjell avokat Artani. Jo atë italianin e shtrenjtë, por një të matur që përcillte seriozitet pa arrogancë. Gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, seksioni familjar, ndodhej në qendër të Tiranës, gjithmonë plot me njerëz që luftonin betejë të heshtura. Kur Arbeni arriti, kishte gazetar të dera. Kamera, pyetje të bërtitura, por ai kaloi në heshtje. Elira ishte tashmë aty, me avokatin e saj dhe dritën. Kur pa Arbenin, shikimi i saj ishte plot zemërim. Jo sepse ai kishte shpëtuar të bien, por sepse kishte sfiduar narrativën e saj, sepse kishte ekspozuar neglizhencën. Salla ishte e vogël, formale, me mure ngjyrë bezh institucionale. Gjyqtarja Luljeta hyri, një grua rreth të 60-tave, me dekada përvojë. Avokat Artani përshpëriti se ishte faqeura ajo. Tha se e kishte lexuar dosjen gjatë natës, se ky rast ja kishte hequr gjumin. Mbrojtja e Elirës foli e para. Avokat Genci foli për një nën të përkushtuar që kishte hequr dorë nga karriera, që bënte më të mirën me burimet që kishte. Foli për Arbenin si një baba i munguar që u shfaq vetëm kur kuptoi se po humbiste kontrollin. Thiri dritën për të dëshmuar dhe ajo përsëriti fjalimin e përgatitur, profesioniste serioze, besonte në disiplinë, dënimi zgjati vetëm pak minuta, fëmia egzageronte. Dhe mendoi për telefonatën. Për atë celular që ra në mes të mbledhjes, për atë zë të vogël që kërkonte ndihmë. Nëse ai nuk do t'ja kishte dhënë atë celular Besës, për sa kohë do të kishte vazhduar kjo? Deri kur mund të duronte një fëmijë 4 vjeçar të mbyllej, të ndëshkohej, të heshtej? E ardhmja e Besës varej nga një gjyqtar që do të besonte versionin e tij, nga provat konkrete që do të mposhnin narrativat emocionale të ndërtuara mirë. Varej nga fakti nëse e vërteta do të ishte mjaftueshëm e fortë. Arbeni bëri një premtim të heshtur. Pavarësisht se çfarë do të ndodhte, Besa nuk do të kthehej në atë shtëpi. Jo për sa kohë që ai kishte forcë për të luftuar. Për herë të parë, Arben Gashi kuptoi se çfarë do të thoshte të ishe baba. Nuk kishte të bënte me para apo lodra. Kishte të bënte me të qenit i pranishëm kur kishte rëndësi, me të mbrojturit kur ishte e nevojshme, me të luftuarit kur dukej e pamundur. Atëherë ishte radha e Arbenit dhe avokat Artanit të paraqisnin çështjen e tyre. Avokat Artani filloi me qetësi, duke shpjeguar se nuk ishin aty për të sulmuar Elirën si nën, por për të mbrojtur Besën nga një mjedis që ishte bërë toksik dhe i rrezikshëm. Paraqiti raportin mjekësor i pari, duke lexuar me zë të lartë gjetjet e doktoresh Anilës, dehidratim i rënd, mavijosje në forma jo në përputhje me rrëzimet aksidentale, shenja të mbajtjes së urinës nga frika, ankth akull. Tregoi fotografit e trupit të vajzës, të bëra në spital me autorizim gjyqësor, çdo shenjë e dokumentuar dhe e shpjeguar. Gjyqtarja Luljeta kërkoi t'i shihte fotot më nga afër. Kaloi disa minuta duke i parë, me fytyrë të palvizshme, por sytë zbulonin diçka që dukej si shqetësim në rritje. Avokat Genci u përpoq të ndërhynte, duke thënë se fëmijët gjithmonë kanë gërvishtje dhe mavijosje, se ishte pjesë e natyrshme e fëmijërisë. Por avokat Artani kundërargumentoi me shpjegimin mjekësor.
ato mavijosje ishin në vende specifike, në forma që sugjeronin mbajtje me forcë ose shtrëngim, jo rrëzime. Më pas, erdhi raporti psikologjik. Valbona ishte thirrur si dëshmitare eksperte dhe ishte e pranishme në sallë. Kur u thirr, ajo shpjegoi me terma të qartë por teknik atë që kishte vërejtur te Besa, simptoma traume, hipervigjilencë, frikë nga figurat e autoritetit, ankth i theksuar i ndarjes, sjellje shmangjeje. Tregoi vizatimet që Besa kishte bërë, duke shpjeguar se çfarë do të thoshte çdo vi në gjuhën vizuale të një fëmije të traumatizuar. Dera gjigante e zezë që zinte pothuajse të gjithë hapësirën e letrës. Figura e vogël brenda një katrori të mbyllur. Mungesa e ngjyrave të gjalla, mbizotërimi i toneve të errëta. Elira rrotulloi syt, i përshpëriti diçka avokat Gencit. Ai u ngrit dhe argumentoi se fëmijët bëjnë vizatime dramatike, se nuk mund të bazohen vendime juridike në shkaravina fëmijësh. Valbona ruajti qetësinë profesionale dhe shpjegoi se i izoluar një vizatim mund të interpretojë në mënyra të ndryshme. Por i kombinuar me simptomat fizike, me rrëfimin e vetë fëmijës, me ndryshimet e sjelljes të dokumentuara nga mësuesja, formoi një model i pamohueshëm. Mësuesja e Besës u thirr gjithashtu. Ishte një grua e re, rreth të 30-tave, dukshëm nervoze që ndodhej në një gjykatë. Por kur filloi të fliste për Besën, zëri i doli i vendosur. Tregoi se si vajza kishte ndryshuar në semestrin e fundit, se si kishte pushuar së qeni ai fëmijë i gëzuar dhe pjesëmarrës për t'u bërë e tërhequr, gjithmonë me radhë të zinj poshtë syve, ndonjëherë vinte në shkollë me rroba të zhubrosura. Njëherë, kur mësuesja e pyeti nëse donte të shkonte në tualet, Besa kishte qarë dhe kishte kërkuar falje, sikur të kishte bërë diçka të gabuar vetëm sepse kishte nevojë të shkonte. Mësuesesi ishte dukur e çuditshme, por nuk dinte çfarë të bënte, nuk kishte prova konkrete abuzimi, vetëm një ndjesi të pakëndshme se diçka nuk ishte në rregull. Pastaj avokat Artani paraqiti Teutën, nënën që kishte punësuar dritën më parë. Teuta hyri në sallë duke u dridhur, qartësisht nervoze, por e vendosur. Tregoi përvojën e saj, si e kishte punësuar dritën duke menduar se po bënte më të mirën për të bien, si filloi të vinte re ndryshime në sjelljen e fëmijës, makthet, frikën për të qëndruar vetëm. Deri ditën kur erdhi në shtëpi dhe e gjeti të bien të mbyllur në tualet ndërsa drita shihte televizor e qetë. Kur e konfrontoi Dadon, mori të njëjtat justifikime, fëmiji i llastuar, kishte nevojë për kufi, edukimi modern ishte tepër i lirshëm. Teuta e pushoi dritën në vend, por mbante fajin që nuk e kishte denoncuar. Tani, duke ditur se një fëmijë tjetër kishte vuajtur në duart e së njëjtës person, ishte aty për të bërë atë që duhej të kishte bërë vite më parë. Avokat Genci u përpoq të zhvlerësonte dëshminë e Teutës, duke insinuar se ajo mund të ishte paguar nga Arbeni ose se kishte ndonjë lloj hakmarrjeje personale kundër dritës. Por Teuta e shikoi në sy dhe tha me zë të vendosur, nuk po paguesha, isha aty sepse vajza ime 3 vjeçare pa makthe për muaj të tërë pasi u kujdes nga drita. Dhe nuk do të lejoja që heshtja ime të kontribuonte që një fëmijë tjetër të vuante të njëjtën gjë. Fqinjet e pallatit u thirrën gjithashtu. Zonja e moshuar që i kishte thënë Arbenit se dëgjonte të qara por kishte frikë të përzihej, konfirmoi se disa herë gjatë pasdites dëgjonte të qara të zgjatura fëmijë që vinin nga apartamenti i Elirës. Sa herë që komentonte me fqinjet e tjerë, të gjithë thoshin se nuk ishte puna e tyre, se secili i edukonte fëmijët si donte. Tani, përballë gjyqtares, ajo qante nga turpi, duke thënë se duhej të kishte bërë diçka, se e qara e një fëmije nuk duhet të injorohet kurrë. Dhe pastaj erdhi prova më e fuqishme, audioja e telefonatës. Avokat Artani kërkoi leje për ta riprodhuar në sallë. Gjyqtarja tundi kokën në shenjë pranimi. Kur tingulli filloi të dëgjohej, heshtja në gjykat ishte absolute. Zëri i Besës, duke qarë, duke dënesur, duke thënë me vështirësi se tetoja e kishte mbyllur, se ishte errësirë, se kishte frikë, se donte babin. Frymëmarrja e saj e shpejtë, e ndërprerë, e dikujt që kishte qarë derisa nuk mundte më. Zëri i vogël që thoshte se nuk do të bënte më rëmuj, duke u lutur të dilte prej andej. Elira u zbe. Drita shikoi në 2 sheme. Avokat Genci u përpoq të argumentonte se fëmia mund të ishte duke egzageruar, se fëmijët janë dramatik, por vetë gjyqtarja Lulieta e ndërpreu. Tha se kishte rritur 3 fëmijë, kishte 10 nipër e mbesa dhe dinte të dallonte mes nazesh fëminore dhe terrorit të vërtetë. Ajo që sapo kishte dëgjuar ishte tingulli i një fëmije në panik real, që kërkonte ndihmë nga i rrituri të cilit i besonte.
Avokat Artani pastaj paraqiti fotografitë e dhomës ku u gjet Besa. Imazhe të bëra nga policia pasi Arbeni doli me të bijën. Hapësira e vockël, pa dritare, e errët me shulin nga jashtë derës. Nuk ishte një dhomë, as një dollap i organizuar. Ishte fjalë për fjalë një qilar i braktisur, i shndërruar në një qeli të improvizuar. Gjyqtarja kërkoi të shite çdo foto me vëmendje, duke bërë pyetje për përmasat, për sa kohë kishte qëndruar fëmia aty. Zoti Petrit, i cili kishte qenë i pranishëm në shpëtim, konfirmoi se kur arritën, e qara tashmë ishte ngjirur, duke treguar se vajza kishte qenë aty për një kohë të gjatë, me gjas që nga mëngjesi. Gjyqtarja atëherë bëri diçka të pazakontë. Kërkoi një pushim dhe kërkoi që Besa të sillej në sallë. Avokat Artani dhe Arbeni u tensionuan. Të ekspozoje vajzën në atë mjedis përballë nënës dhe dados që e kishin lënduar duke i mizore. Por gjyqtarja shpjegoi se duhej të dëgjonte nga vetë fëmia me fjalët e saj se çfarë kishte ndodhur. Garantoi se do të bëhej në mënyrë të butë, me valbonën të pranishme për të dhënë mbështetje emocionale. Kur Besa hyri, e vogël dhe e friksuar, e kapur pas dorës së të atit, e gjithë salla dukej se mbajti frymën. Gjyqtarja zbriti nga podiumi dhe u gjunjëzua në nivelin e vajzës, një gjest i butë që theu një pjesë të formalizmit të ambientit. Bisedoj me Besën për gjëra të thjeshta fillimisht, arushin pellush, ngjyrën e saj të preferuar, çfarë i pëlqente të vizatonte. Dalë nga dalë, me valbonën pranë, filloi të bënte pyetje më të drejtpërdrejta, por gjithmonë në gjuhën e fëmijëve. Kur e pyeti për ditën kur babi shkoi ta merrte, Besa filloi të qante lehtë. Tha se teto drita ishte zemëruar sepse ajo derdhi lëngun, se e mbylli në dhomën e vogël të errët duke i thënë se do të dilte vetëm kur të pushonte së qari dhe të mësonte të sillej. Se qëndroi aty për shumë kohë, se kërkoi të shkonte në tualet por askush nuk e hapi, se thiri mamin por askush nuk erdhi. Derisa kujtoi celularin që i kishte dhënë babi, e mori nga çanta dhe i telefonoi duke kërkuar ndihmë. Gjyqtarja e pyeti nëse kjo kishte ndodhur herë të tjera. Besa tundi kokën, e mbledhur kruspull. Tha se sa herë që bënte diçka gabim, teto drita e mbyllte. Ndonjëherë në dhomën e vogël, ndonjëherë në tualet. Njëherë qëndroi aq gjatë sa urinoi në rroba sepse nuk e mbajti dot. Dhe tetoja u zemërua edhe më shumë, i tha se ishte e vështirë, se duhej të mësonte të kontrollohej. Elira, për herë të parë, dukej sinqerisht e tronditur. Sikur po e dëgjonte këtë për herë të parë, sikur nuk kishte idenë se këto gjëra ndodhnin brenda shtëpisë së saj. Avokat Genci u përpoq të argumentonte se Elira nuk dinte asgjë, se punonte jashtë, se drita i fshite veprimet e saj. Por gjyqtarja bëri një pyetje të thjeshtë, ku ishte Elira gjatë gjithë atyre pasditeve? Pse nuk i vuri re ndryshimet të Ebia? Pse, kur babai filloi të shprehte shqetësime, ajo e akuzoi për paranojë në vend që të hetonte? Elira nuk kishte përgjigje të mira. U belbëzua, tha se i besonte dritës, se mendonte se Arbeni po shpikte gjëra vetëm për të shkaktuar probleme, se ishte e zënë duke u përpjekur të rindërtonte jetën e saj pas divorcit. Çdo përgjigje tingëllonte më e dobët se e mëparshmja, më shumë si justifikime se sa shpjegime. Gjyqtarja e liroi Besën butësisht, duke kërkuar që doktoresh Anila ta çonte përsëri në spital. Kur vajza doli, Luljeta u kthye në podium, riorganizoi letrat para saj dhe dha vendimin. Tha se rrallë kishte parë një rast kaq të qartë neglizhence dhe abuzimi emocional. Se e kuptonte që Elira po kalonte vështirësi personale, por kjo nuk justifikonte delegimin e plot të kujdesit të së bijes të dikush që qartësisht përdorte metoda abuzive. Se drita përfaqësonte një rrezik të dukshëm për çdo fëmijë nën kujdesin e saj dhe se do të merreshin masa mbrojtëse kundër saj. Sa i përket kujdestarisë së Besës, gjyqtarja ishte e drejtpërdrejtë. Po ja hiqte kujdestarin pothuajse të plot Elirës dhe po i jepte babait kujdestarin parsore të vajzës. Elira do të kishte të drejtë vizitash, por vetëm të mbikëqyrura në një vend neutral dhe të kushtëzuara me ndjekjen e këshillimit psikologjik dhe demonstrimin se po krijonte një mjedis të sigurt. Dritës i ndaloi të kishte çdo kontakt me Besën ose çdo fëmijë tjetër pa mbikëqyrje gjyqësore. Vendimi do të ishte i menjëhershëm, pa të drejtë apeli që do të pezullonte transferimin e kujdestarisë ndërsa proceset vazhdonin. Elira filloi të qante, jo lot pendimi, por zemërimi dhe poshtërimi. Bërtiti se kjo ishte e padrejtë, se Arbeni kishte bler gjyqtarin, se ajo ishte nëna, se kishte të drejta.
Avokat Genci u përpoq ta qetësonte, por ajo vazhdoi, çdo fjalë zbulonte më shumë për shqetësimet e saj të vërteta. Nuk ishte për mirëqenien e Besës, ishte për imazhin e saj, për humbjen e kontrollit, për të gjykuar publikisht. Arbeni nuk ndjeu fitore, ndjeu vetëm lehtësim. Një lehtësim i pamas, sikur të merrte frym për herë të parë pas disa javësh. Avokat Artani i shtrëngoi shpatullën në një gjest solidariteti. Ja kishin dalë. Besa ishte e sigurt. Të paktën ligjërisht, të paktën në letër, vajza nuk do të duhej të kthehej më në atë apartament, në atë dhomë të errët, të ajo grua që ngatëronte edukimin me mizorinë. Jashtë gjykatës, gazetarët prisnin. Kamerat ishin gati për të kapur momentin, mikrofonat të drejtuar. Elira doli e para, ende duke qarë, duke dhënë deklarata emocionale për padrejtësinë, për sistemin që favorizonte burrat e pasur, për mënyrën se si po pengohej të shihte të bien. Disa njerëz në turm dukeshin solidar me të, duke besuar në narrativën e nënës së padrejtësuar. Kur doli Arbeni, priste armiqësi. Priste britma, akuza, kamera agresive. Por avokat Artani kishte qenë i zgjuar. I kishte dhënë media serioze, jo atyre sensacionale, dokumentet e seancës. Audioja e telefonatës së Besës kishte arritur në redaksi. Fotot e dhomës ku ajo u gjet po qarkullonin. Dhe narrativa po fillonte të ndryshonte. Në vend të pyetjeve akuzuese, gazetarët donin të dinin se si ishte Besa, nëse do të merrte ndihmë psikologjike, cilët ishin hapat e ardhshëm. Arbeni, duke ndjekur këshillën e avokat Artanit, dha një deklaratë të shkurtër dhe dinjitoze. Tha se nuk ishte aty për të folur keq për askënd, se shqetësimi i tij vetëm ishte mirëqenia e së bijës, se Besa tani do të ishte në një mjedis të sigurt ku mund të fillonte të shërohej nga trauma që kishte pësuar. Falenderoj të gjithë ata që kishin pasur guximin të dëshmonin, veçanërisht Teutën, sinqeriteti i së cilës kishte qenë thelbësor. Dhe tha se shpresonte që ky rast të shërbente si një alarm për prindërit e tjerë. Besimi është i rëndësishëm, por edhe vigjilenca. Shenjat e abuzimit shpesh janë delikate, por nuk duhen injoruar. Në orët në vijim, narrativa në rrjetet sociale filloi të ndryshonte plotësisht. Të njëjtat media që e kishin pikturuar Arbenin si hor, tani publikonin artikuj mbi rëndësinë që prindërit u kushtonin vëmendje ndryshimeve të sjelljes së fëmijëve. Faqet e amësisë ndanin lista me shenja të abuzimit të fëmijëve. Diskutimet se si të zgjidheshin kujdestar të besueshëm dominonin forumet. Elira, e cila ishte përpjekur të pozicionohej si viktim, tani vijej në dyshim sepse nuk e kishte vënë re se çfarë ndodhte në shtëpinë e saj. Arbeni nuk ndoqi asgjë nga këto. Ishte në spital, ulur pranë krevatit ku pushonte Besa. Vajza kishte qarë shumë pas seancës, e raskapitur emocionalisht, por edhe dukshëm e lehtësuar. Kur Arbeni i tha se tani do të jetonte me të, se nuk kishte nevojë të kthehej më në shtëpinë e mamit nëse nuk donte, se askush nuk do ta mbyllte më askund. Besa e kishte përqafuar të atin me një forcë që dukej se donte të sigurohej se kjo ishte e vërtetë, se nuk ishte më një ëndër nga e cila do të zgjohej përsëri në makt. Atë natë, Arbeni më në fund i lejoi vetes të ndjente peshën e gjithçkaje që kishte ndodhur. Qau, aty në tualetin e spitalit, larg syve të Besës. Qau për vitet e humbura, për herët që kishte vënë punën para së bijës, për martesën që e kishte lënë të shkatërrohej, për dhimbjen që Besa kishte vuajtur ndërsa ai ishte tepër i zënë për të parë shenjat. Qau nga lehtësimi që kishte arritur në kohë, nga mirënjohja që ajo kishte pasur guximin të telefononte, nga zemërimi që ishte dashur kaq shumë kohë për të vepruar. Por qau edhe nga shpresa. Sepse tani kishte një shans të dytë. Një shans për të qenë babai që Besa meritonte, për të ndërtuar një marrëdhënie të bazuar në prani reale dhe jo në dhurata të shtrenjta, për t'i treguar asaj se mund t'i besonte, se ai do të ishte aty sa herë që ajo të kishte nevojë. Nuk do të ishte e lehtë. Trauma nuk do të zhdukej brenda natës. Besa do të kishte makthe, kriza ankthi, momente regresioni. Por Arbeni ishte i gatshëm të ishte i pranishëm në secilin prej këtyre momenteve, t'i mbante dorën gjatë çdo makthi, t'i përsëriste sa herë të ishte e nevojshme se ajo ishte e sigurt tani. Kur u kthye në dhomë, Besa ishte zgjuar, duke parë nga dritarja dritat e Tiranës. Arbeni u ul në cep të krevatit dhe e pyeti se çfarë po mendonte. Besa, me atë sinqeritet brutal që vetëm fëmijët e kanë, tha se po mendonte nëse mami do të zemërohej me të. Arbeni ndjeu zemrën t'i shtrëngoi.
edhe pas gjithçkaje, edhe pse e dinte se nuk do të kthehej në atë shtëpi, Besa ende mbante fajin, ende mendonte se kishte bërë diçka gabim. E mori të bien në krah dhe i shpjegoi me gjithë durimin që mundi të mblidhte, se asgjë nga ato që kishin ndodhur nuk ishte faji i saj. Se fëmijët nuk janë përgjegjës për gabimet e të rriturve. Se ajo kishte qenë shumë trime që kishte telefonuar për ndihmë, se kishte bërë gjën e duhur. Se mami po kalonte një moment të vështirë, por kjo nuk kishte të bënte fare me Besën. Dhe se prej asaj dite e tutje, ai, babi, do të ishte gjithmonë i pranishëm, do ta mbronte, do të bënte gjithçka që ishte në dorën e tij që ajo të mos ndihej më kur e vetmuar apo me frikë. Besa i dëgjoi të gjitha, duke i përpunuar me atë seriozitet që fëmijët e traumatizuar e zhvillojnë shumë herët. Dhe pastaj pyeti vetëm, premton, babi? Arbeni e shikoi në sy të bijën dhe bëri premtimin më të rëndësishëm të jetës së tij. Premtoj, bija ime. Premtoj se nuk do të lë më kur vetëm. Arbeni mori vendime radikale në ditët në vijim. Hoqi dorë nga posti i drejtorit ekzekutiv të kompanisë së investimeve që e kishte ndërtuar nga e para. Shiti një pjesë të madhe të aksioneve të tij, duke mbajtur vetëm aq sa për të jetuar rehatshëm pa pasur nevojë të punonte në mënyrë obsesive. Kolegët e punës menduan se ai po kalonte një krizë, se do të pendohej që po hidhte poshtë një karrierë të shkëlqyer. Por Arbeni e dinte se nuk po hidhte asgjë poshtë. Po zgjidhte, për herë të parë, atë që kishte vërtet rëndësi. Bleu një shtëpi të thjeshtë në Vlorë, larg kaosit të kryeqytetit, larg ndërtesave me xham dhe mbledhjeve pa fund. Ishte një shtëpi me 2 dhoma, me një kopsht të vogël dhe pamje nga deti. Asgjë e ngjashme me apartamentin luksos pranë liçenit artificial, por kishte diçka që apartamenti nuk e kishte pasur kurrë, lehtësi. Dritaret ishin të mëdha, linin dritën natyrale të hynte gjithë ditën. Dyert kishin brava të thjeshta, të llojit që mund të hapen nga brenda në çdo moment. Nuk kishte dhoma pa dritare, nuk kishte qoshe tepër të errëta. Punsoi Teto Lulen, një zonjë 60 vjeçare që kishte qenë dadoja e Arbenit kur ai ishte fëmijë. Teto Lulja ishte e kundërta e dritës në gjithçka, zë i butë, durimi pafund, lloji i personit që edukon me dashuri në vend të frikës. Ajo kishte rritur 4 fëmijë, kishte nipër e mbesa të panumërta dhe e kuptonte se fëmia ka nevojë për kufi, por ka nevojë edhe për përqafime, për siguri, për të ditur se edhe kur gabon, ende është i dashur. Javët e para në shtëpinë e re ishin të vështira. Besa zgjoi duke bërtitur në mes të natës, duke parë në ëndër se ishte mbyllur përsëri, se askush nuk do ta merrte. Arbeni vraponte në dhomë, ndiste të gjitha dritat, e merrte të bien në krah dhe i përsëriste si një mantra, je e sigurt, babi është këtu, askush nuk do të mbyll, mund të dalësh nga dhoma kur të duash. Disa net, Besa arrinte të flinte vetëm me derën plotësisht të hapur dhe dritën e korridorit të ndezur. Net të tjera, ajo flinte në krevatin e Arbenit, e mbledhur kruspull pranë tij, dora e saj e vogël duke mbajtur gishtin tregues të atit sikur të ishte një spirancë. Valbona, psikologjia e fëmijëve që e kishte ndihmuar në spital, i rekomandoi një kolege në Orikum, një qytet afër Vlorës, e specializuar në trauma fëmijësh. 2 herë në javë, Arbeni e çonte Besën në seancat e terapisë. Në fillim, vajza qëndronte e heshtur, vetëm vizatonte. Gjithmonë të njëjta tema, dyer, dhoma të mbyllura, figura të mëdha dhe kërcënuese. Por dalë nga dalë, ndërsa terapistja fitonte besimin e saj, vizatimet filluan të ndryshonin. U shfaqen ngjyra më të gjalla, u shfaqen plazhe, kështjella rëre, u shfaqen figura të buzëqeshura. Dera e zezë gjigante u zvogëlua, vizatim pas vizatimi, derisa në një seancë u bë thjesht një derë e zakonshme, me madhësi normale, me dorezën shumë të dukshme, të llojit që çdo fëmijë mund ta hapte. Trauma nuk zhdukej në mënyrë lineare. Kishte ditë të mira dhe ditë të këqija. Në një ditë të mirë, Besa zgjohej duke buzëqeshur, hante mëngjes me Teto Lulen duke i treguar për ëndrat që kishte parë me sirena dhe delfin, kalonte mëngjesin duke luajtur në rërën e plazhit. Në një ditë të keqe, çdo zhurmë e një dere që përplasej e bënte të mblidhej kruspull, çdo përpjekje për të qëndruar vetëm në dhomë gjeneronte panik, çdo zhgënjim i vogël e bënte të qante dhe të kërkonte falje në mënyrë të egzageruar. Sikur priste një dënim që nuk vinte më. Në këto ditë të këqija, Arbeni mësoi të mos përpiqej ta detyronte. Nuk i thoshte se po egzageronte, nuk i thoshte të pushonte së qari, nuk tregonte pa durim. Thjesht qëndronte pranë, i ofronte prani pa presion.
Ndonjëherë kjo do të thoshte të ulej në dysheme pranë saj në heshtje. Ndonjëherë do të thoshte t'i mbante dorën ndërsa ajo qante pa ditur të shpjegonte saktësisht pse. Ndonjëherë do të thoshte ta linte të flinte në divanin e dhomës së ndenjes me të gjitha dritat e ndezura, sepse atë natë specifike edhe dhoma e saj me derë të hapur dukej tepër e frikshme. Teto Lulja ishte thelbësore në këtë proces. Ajo kishte një durim që dukej i pashtershëm, një aftësi për të transformuar momentet e tensionuara në të lehta pa e minimizuar atë që Besa po ndjente. Kur vajza derdhte lëngun dhe hynte në panik duke pritur të ndëshkohej, Teto Lulja qeshte butësisht dhe i thoshte se aksidentet ndodhin, se të gjithë derdhin gjëra ndonjëherë dhe pastaj ato pastronin së bashku duke biseduar për gjëra të tjera. Duke e transformuar atë në një moment të zakonshëm në vend të një traume të rijetuar. Dalë nga dalë, Besa filloi të testonte kufi në mënyrë të shëndetshme. Mosbindje të vogla normale të një fëmije që më parë do të kishin shkaktuar dënime të rënda, tani trajtoheshin me biseda të qeta. Arbeni mësoi të dallonte mes nazesh që kishin nevojë për vendosmëri dhe frikës së maskuar si naze që kishte nevojë për ngrohtësi. Nuk ishte e lehtë dhe ai gaboi disa herë, por po mësonte. Dhe më e rëndësishmja, kur gabonte, i kërkonte falje Besës. I shpjegonte se edhe babi po mësonte, se ndonjëherë do të bënte zgjedhje të gabuara, por se gjithmonë do ta dëgjonte dhe do të përpiqej të bënte më mirë herën tjetër. Marrëdhënia e Besës me Elirën vazhdonte të ekzistonte, por në një mënyrë shumë të ndryshme. Vizitat e mbikëqyrura ndodhnin një herë në javë, në një hapësirë neutrale të gjykatës së Vlorës, me një punonjës social të pranishëm. Në fillim, këto takime ishin të tensionuara. Elira vinte e lyer tepër, me dhurata ekstravagante, duke u përpjekur të kompensonte me gjëra materiale distancën që ishte krijuar. Besa i pranonte dhuratat me mirësjellje, por nuk tregonte entuziazmin që Elira priste. Bisedonin për gjëra sipërfaqësore dhe sa herë që mbaronte koha, Besa vraponte përsëri te Arbeni pa kthyer kokën pas. Me kalimin e kohës, ndërsa Elira filloi terapinë siç kërkohej nga gjykata, takimet u përmirësuan. Elira filloi të kuptonte se kishte dështuar jo nga ligësia, por nga neglizhenca, sepse ishte aq e humbur në zhgënjimin e saj saqë pushoi së pari të bien si një person me nevojat e veta. Filloi të bënte pyetje për jetën e vërtetë të Besës, për atë që po mësonte në kopshtin e ri, për shoqet që po zinte, për kështjellat e rërës që ndërtonte. Nuk ishin ende biseda të thella, por ishin një fillim. Një përpjekje e sinqertë për të rindërtuar një lidhje që ishte shkatëruar pothuajse plotësisht. Drita nuk pati më kur kontakt me Besën. Gruas ju ndalua me vendim gjyqësor të punonte me fëmijë dhe u përball me një proces për keqtrajtim. Disa familje të tjera, kur morën vesh për rastin përmes medias, patën guximin të dilnin dhe të rrëfenin përvoja të ngjashme. Procesi ende vazhdonte ngadalë nëpër sistemin juridik shqiptar, por të paktën Drita nuk ishte në gjendje të lëndonte fëmijë të tjerë ndërkohë. Jeta në Vlorë po vendoste një rutinë. Arbeni e regjistroi Besën në një kopsht të vogël me metodën Montessori, me vetëm 15 fëmijë, ku mësueset kishin kohë dhe durim për t'u marrë individualisht me secilin fëmijë. Besa u prit me dashuri, pa presion për t'u përshtatur shpejt. Në ditët e para, qëndronte e ngjitur pas Arbenit, nuk donte që ai të largohej. Ai nuk e detyroi. Qëndronte ulur në një cep të klasës gjatë aktiviteteve, thjesht i pranishëm, derisa ajo u ndje mjaftueshëm e sigurt për të eksploruar vetë. U deshën 2 javë derisa ajo më në fund e përshëndeti me një buzëqeshje dhe i tha se babi mund të shkonte, se ajo do të ishte mirë. Mëngjeset u kthyen në një ritual të shenjtë. Arbeni zgjoi herët, përgatiste mëngjesin dhe priste që Besa të zgjohej natyrshëm, pa presionin e orareve të rrepta. Hanin së bashku në verandë, duke parë detin, duke biseduar për planet e ditës. Gjëra të thjeshta, të shkonin në plazh, të kërkonin guaska, të bënin kështjella rëre, ndoshta të vizitonin tregun e artizanatit në qendër të qytetit. Nuk ishin programe të shtrenjta apo të sofistikuara, por bëheshin së bashku, me prani të plot, pa celular që binin, pa mbledhje urgjente që ndërprisnin. Besa filloi të kishte shoqe të vërteta për herë të parë. 2 vajza nga kopshti, Bora dhe Hana, u bën shoqe të pandara. Të treja shiheshin gjithmonë bashk, duke shpikur lojra në rër, duke koleksionuar gur me ngjyra, duke bërë gara se kush ndërtonte kështjellën më të lartë. Arbeni u miqësua me prindërit e vajzave dhe filluan të bënin aktivitete në grup, zgarë në plazh, shëtitje me vark, pasdite me balona në fush.
Ishte një jetë shoqërore krejtësisht e ndryshme nga ajo që kishte në Tiranë, ku marrëdhëniet ishin më shumë për rrjedhim dhe më pak për lidhje të sinqertë. Në ditëlindjen e 5 të Besës, Arbeni bëri një festë në plazh në fund të pasdites. Asgjë e stërholluar, vetëm shoqet e saj, disa fqinje, Teto Lulja, avokat Artani që bëri çmos të vinte, dhe madje edhe zoti Petrit që ishte bërë praktikisht pjesë e familjes. Kishte tort me çokoladë të bërë në shtëpi që Besa e kishte ndihmuar Teto Lulen ta bënte, kishte lojra të thjeshta si tërheqje litari dhe loja e karrigeve, kishte tullumbace me ngjyra të lidhura në pemë. Kur pren tortën dhe të gjithë kënduan shumë urime për ty, Besa i fryu qirinjve me një buzëqeshje të madhe, të sinqertë, të lirë. Ishte kaq ndryshe nga festat ekstravagante që Arbeni kishte bërë më parë, me ushqime të shtrenjta dhe lodra gjigante të fryra, ku Besa kalonte gjithë kohën duke kërkuar të atin që ishte. Gjithmonë në telefon duke zgjidhur ndonjë urgjencë pune. Në atë festë të thjeshtë në plazh, Arbeni ishte plotësisht i pranishëm. Luajti tërheqje litari derisa i mbaroi fryma, kërceu këngë fëmijësh pa u shqetësuar se duke i qesharak, u ul në rër me Besën në prehër për të ngrënë tort direkt nga pjata e letrës. Dhe kur bëri foto, nuk ishte për t'i postuar në rrjetet sociale duke treguar një jetë perfekte, por thjesht për të ruajtur ato kujtime, ato momente që më në fund ishin reale dhe jo të inskenuara. Transformimi i Arbenit u vure nga të gjithë ata që e njihnin. Avokat Artani, kur e vizitonte, komentonte se ai dukej 10 vjet më i ri, pavarësisht se punonte shumë më pak. Teto Lulja thoshte se ai kishte gjetur atë që shumë njerëz e kërkojnë gjithë jetën, qëllimin e vërtetë. Ish kolegët e punës që në fillim mendonin se ai po bënte një gabim, filluan të pranonin, disa me zili të fshehur, se Arbeni kishte bërë zgjedhjen e duhur. Por konfirmimi më i madh vinte nga Besa. Vajza që muaj më parë ishte e traumatizuar, e friksuar, e mbledhur kruspull, tani vraponte nëpër plazh duke qeshur me zë të lartë, ndërtonte kështjella rëre me besim, flinte gjithë natën pa makte të paktën 4 herë në javë. Ende kishte momente të vështira, ende kishte shkaktarë që e bënin të kthehej përkohësisht në atë gjendje frike. Por ndryshimi ishte se tani ajo kishte një rrjet të fortë mbështetjeje. Kishte një baba të pranishëm, një kujdestare të dashur, një terapiste kompetente, shoqe besnike, mësuese të vëmendshme. Nuk ishte më vetëm duke lundruar nëpër traumë. Në një nga ato ditë veçanërisht të bukura, me qiellin blu pa re dhe detin e qetë, Arbeni ishte ulur në rër duke vëzhguar Besën që luante me shoqet e saj. Ato po ndërtonin një kështjell të ndërlikuar, me kulla dhe ura, duke qeshur kur valët afroheshin dhe kërcënonin të shkatëronin ndërtimin. Besa u bërtiste udhëzime vajzave të tjera, plotësisht të zhytur në lojë, pa kthyer kokën pas çdo 5 sekonda për të kontrolluar nëse babai ishte ende aty. Ishte një shenjë progresi, ajo po fillonte të ndihej mjaftueshëm e sigurt për të mos pasur nevojë për vigjilencë të vazhdueshme. Zoti Petrit, i cili kishte ardhur për t'i vizituar atë fundjavë, u ul pranë Arbenit. Qëndruan në heshtje për një kohë, vetëm duke vëzhguar fëmijët që luanin. Pastaj zoti Petrit tha diçka që Arbeni nuk do ta harronte kurrë. E dini, zotëri, kur ju njoha 10 vjet më parë, shija një njeri që kishte gjithçka por duke i bosh. Tani shoh një njeri që ka më pak gjëra, por më në fund duket i plodh. Mendoj se kjo është ajo që e quajnë të gjesh atë që ka vërtet rëndësi. Arbeni tundi kokën, duke ndier një lëmsh në fy. Mendoj për gjithçka që kishte ndodhur, për të gjitha gabimet që kishte bërë, për të gjitha zgjedhjet e këqija që kishin çuar në atë ditë prilli kur celulari ra në mes të mbledhjes. Mendoj se sa afër kishte qenë për ta humbur Besën, jo vetëm në kujdestarinë e Elirës, por edhe në traumën e pakthyeshme që disa muaj të tjerë të asaj situate mund të kishin shkaktuar. Dhe mendoj se si një akt i vetëm përgatitjeje, dhënia e atij celulari të thjesht një fëmijë 4 vjeçar, kishte ndryshuar gjithçka. Nëse ai nuk do t'i kishte besuar instinktit të tij, nëse do t'i kishte injoruar shenjat delikate se diçka nuk shkonte, nëse do t'i kishte besuar Elirës kur ajo i tha se po egzageronte, ku do të ishin tani? Përgjigjja e kësaj pyetjeje ende e përndiqte në netet e vështira, por gjithashtu i kujtonte se kishte bërë të paktën një gjë të drejtë kur kishte më shumë rëndësi. Besa erdhi me vrap në atë moment, me rër të ngjitur në këmbë, me fytyrën të skuqur nga dielli dhe entuziazmi. Babi, eja shiko kështjellën që bëm. Është më e madhja nga të gjitha. Arbeni u ngrit, e lata tërhiqte nga dora dhe shkoi me të për të admiruar ndërtimin prej rëre që brenda pak orësh do të merrej nga batica, por që në atë moment ishte gjëja më e rëndësishme në botë për ato 3 vajza 5 vjeçare.
Ndërsa admironte kështjellën dhe dëgjonte shpjegimet e gjalla për çdo kull dhe çdo detaj, Arbeni kuptoi diçka thelbësore. Lumturia e vërtet nuk ishte në momentet e mëdha, në arritjet monumentale, në titujt e revistave. Ishte aty, në atë çast të sakt, duar të vogla që mbanin të tijen, zë fëminor që llomoste me entuziazëm, diell i ngrohtë në fytyrë, rër mes gishtave të këmbëve dhe siguria absolute se ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Nuk kishte më mbledhje që vlenin miliona që e prisnin. Nuk kishte më kostum italian në dollap apo orë zvicerane në kyçin e dorës. Nuk kishte më shofer luksos apo apartament në zonën më të shtrenjtë të Tiranës. Por kishte diçka pafundësisht më të vlefshme, kishte një bij që më në fund mund të ishte fëmijë, që po shëroi nga trauma, që buzëqeshte vërtet. Që flinte e qetë duke e ditur se babai ishte në dhomën ngjitur dhe do të vinte me vrap nëse ajo do të kishte nevojë. Dhe kishte rigjetur veten, atë Arbenin që ishte humbur kaq shumë kohë më parë në garën për sukses dhe njohje. Kishte gjetur atë që shumë njerëz e kërkojnë gjithë jetën, qëllimin e vërtet, dashurinë e sinqertë, praninë reale. Muajt kaluan duke u shndërruar në një vit. Besa mbushi 6 vjeç, filloi të mësonte shkrim e këndim, zuri më shumë shoqe, pati recitalin e saj të parë të kërcimit në kopsht. Makthet u bën gjithnjë më sporadike, të ndara nga javë dhe pastaj muaj gjumi të qetë. Terapia vazhdonte, por tani ishte më shumë për zhvillim të shëndetshëm dhe më pak për përpunimin e traumës. Marrëdhënia me Elirën u përmirësua gradualisht, ende e brisht, ende plot kujdes, por ekzistente. Elira më në fund e kishte kuptuar se të ishe nën nuk ishte çështje kontrolli apo pronësie, por dashurie pa kushte dhe gatishmërie për të vënë nevojat e fëmijës mbi të tua. Në një nga ato pasdite të shtune, Arbeni ishte në kuzhinë duke përgatitur darkën ndërsa Besa bënte detyrat e shtëpisë në tryezë. Pa pritur, ajo e pyeti, "Babi, a pendohesh që e le atë punën e rëndësishme për të qëndruar me mua?" Pyetja e kapi Arbenin në befasi. Fiku sobën, tha u duart, shkoi te tryeza dhe u gjunjëzua pranë karriges së saj. E shikoi në sy të bien dhe i tha të vërtetën më të pastër që njihte, "Kur, bija ime?" As për një sekondë. Ajo punë më jepte para, më jepte famë, më jepte njohje. Por ti më jep diçka që asnjë punë në botë nuk mund të ma jepte. Ti më bën të dua të jem një njeri më i mirë. Ti më mësove se çfarë ka vërtet rëndësi. Dhe nuk ka asgjë, absolutisht asgjë, që vlen më shumë se të jem këtu me ty, duke të parë të rritesh e lumtur dhe e sigurt. Besa e përpunoi këtë me seriozitetin që zhvillojnë fëmijët që kanë kaluar trauma. Pastaj bëri një buzëqeshje të vogël dhe u kthye te detyrat e shtëpisë, me sa duket e kënaqur me përgjigjen. Por Arbeni qëndroi aty edhe një moment, i gjunjëzuar pranë tryezës, duke ndjer peshën dhe lehtësinë e një koshme të asaj bisede. Peshë sepse vinte nga ndërgjegjja se sa kohë kishte shpërdoruar. Lehtësi sepse tani, më në fund, po bënte zgjedhjet e duhura. Jeta ndoqi rrjedhën e saj natyrale, me ulje e ngritje, me ditë të lehta dhe ditë të vështira, por gjithmonë me sigurinë se ishin bashkë, se kishin njëri tjetrin, se pavarësisht se çfarë do të vinte, do ta përballonin krah për krah. Arbeni nuk u kthye më kurrë në tregun financiar. Përfundimisht filloi të jepte konsulencë sporadike për disa kompani, më shumë për të mbajtur mendjen aktive se sa për nevojë financiare, por gjithmonë me kushtin e palëkundur se nuk do të ndërhynte në rutinën me Besën. Asnjë klient, asnjë projekt, asnjë shumë parash nuk vlente sa për të humbur mëngjesin me të bien, bisedën para gjumit, shëtitjen e së dielës në plazh. Dhe kështu, në vendin ku gjithçka mund të kishte përfunduar në tragjedi, lindi një histori rifillimi. E një babai që gati humbi të bien, por mësoi në kohë se çfarë kishte vërtet rëndësi. E një vajze që, edhe pse kishte kaluar trauma të tmerrshme, gjeti forcë dhe shërim përmes dashurisë dhe pranisë së vazhdueshme. E një familje që u thye, u rikonfigurua dhe u rindërtua mbi baza më të forta se më parë. Historia e Arbenit dhe Besës nuk pati një fund hollywoodian me të gjitha problemet e zgjidhura në mënyrë magjike. Por pati diçka më të mirë, pati realitet, pati transformim të sinqert, pati dashuri që u provua jo vetëm me fjalë, por me zgjedhje të përditshme. Dhe në fund, ishte pikërisht kjo që kishte rëndësi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbenit dhe Besës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbresa. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Ju presim në episodin e
Ardhshëm.